Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahu xhalla wa ala falenderojm vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojm. Lutim Allahu xhalla wa ala që të na jap të mira në këtë botë dhe të na shpëton nga çdo dënim në botën tjetër. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi dhe sot në takimet e radhës të nderuar, nga takimet e zakonshme ku jemi duke trajtuar dhe shtjelluar emrat e bukur të Allahut azza wa jall, përmes të cilët shtjellim dhe shpjegim shpresojmë që ta njohim Allahun xhallahu ala më mirë. Ta njohim Allahun te bareke ve taala ashtu sikur që Zoti xhallahu ala ka kërkuar për robët e tij. Dhe kjo njohje të na shpije në dashurinë ndaj tij dhe që përmes së dashurie të përjetojmë adhurimet tona ndaj Allahut xhallahu ala, të përjetojmë atë që përjetuan të parët tanë dhe përmes së njohje të kalojmë sprovat e kësaj bote shumë më lehtë. Në takimet e kaluara, respektivisht në takimin e fundit, kemi folur për 4 emra të Allahu xhallahu ala që nuk është tradita jona që të marrim një grumbull emrash në një ditë. Mirë po për shkak të lidhjes së fuqishme që këta emra kishin ndërmjet vete dhe përdorimit të këtyre emrave së bashku edhe në Kur'an edhe në Sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi marrë emrin Allahu xhallahu ala al-awwal edhe al-akhir, al-zahir edhe al-batin, dhe kemi sqaruar çfarë kuptimi dhe si duhet besimtarit të përfiton nga këta emra në jetën e tij të përditshme. Sot jemi në takim me një emër të Allahu xhallahu ala i cili është i përmendur në Kur'an dhe është përmend disa herë në kontekste të ndryshme. Një emër i cili padyshim se edhe më tepër e shton bindjen e robit në Zotin e tij, e shton dashurinë për kushtimin në nështrimin dhe Allahut azza wa jall. Do mësojmë për emrin Allahu xhallahu ala al-Qarib, i cili sikur që është përmend disa herë në Kur'an, po para se të kalojmë tek sqarimi dhe shtjellimi i këtij emri, të fillojmë me atë që zakonisht e kemi traditë të fillojmë me shtjellimin e kuptimit gjuhësor të këtij emri. Fjala El-Qarib, emri Allahut El-Qarib në gjuhën arabe vije prej fjalës El-Qurb, që në gjuhën arabe El-Qurb i bie afërsi, afër që është e kundërta e të qenurit larg. Dhe kjo afërsi është në disa kuptime. Afërsi kohore, për shembull thua, është afër koha për të përfunduar diç, është afër koha për të nisë, është afër koha për të shku. Andaj afërsi në aspektin kohor. Afërsi vendore, ky vend është afër këtij vendi, ky është afër këtij e kështu me radhë. Dhe afërsi mund ta quajmë fisnore, që njerëzit janë afër njëri tjetrit në kuptim të afërsisë së tyre nga prejardhja. Andaj ky është i afërt i këtij, sikurse edhe na themi akreba. Akreba është për fjalës qarib, i afërt domthon ndaj dikujt. Prandaj në përgjithësi fjala qurb në gjuhën arabe që prej saj vije emri Allahut el-Qarib i ka kuptimet e një afërsie të posaçme. Jo afërsi në gjitha aspektet e kuptimit të kësaj fjale. Prandaj nuk mund të themi se kuptimi i emrit El-Qarib mund të jetë i ngjashëm sikurse afërsia e njerëzve mes vete, afërsia fisnore, ka se Allahu xhallahu ala nuk ka afërsi të kësaj natyre me asken. Ndërsa në aspektin e kuptimit të këtij emri në raport me Allahun azza wa jall, dietarët islam kanë përmendur disa prej kuptimeve të rëndësishme. Por para se të futemi në kuptimet e këtij emri, duhet që ta marrim një, po them, porosi apo vërejtje të rëndësishme. Emri Allahut El-Qarib i afërt për shkak të pamundësisë së kuptimit të drejtë, disa njerëz ndodh që e kanë komentuar gabimisht, apo ndodh që edhe nuk e kanë përdorur dhe nuk e kanë përmend për emrat e Allahut te bareke ve taala. Prandaj edhe në disa prej përmbledhjeve të emrave të bukur të Allahut azza wa jall që shpërndahen dhe përdoren në mes të njerëzve, se janë 99 emrat e Allahut azza wa jall, nuk e gjejmë të përmendur emrin Allahut El-Qarib. Me gjithë qartësinë e përmendjes së tij në Kur'an,
që ka përmend Allahu xhalla xjalaluhu, sikurse thot Allahu te baraka ve taala: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kur të pyesin ty robët e mi për mua, un jam qarib, un jam afër, në kuptimin që do ta cekëm atë. Pasi Allahu xhallahu ala në dy vende të tjera në Kur'an, kur përmend këtë emër thot inna rabbi qaribun mujib. Zoti im është ai që është afër dhe që përgjigjet. Prandaj është shumë e qartë pohimi i këtij emri në Kur'an. Edhe vet i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmend këtë emër se i takon Allahu xhalla xjalaluhu. Sikur se ka në hadith në Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu dhe në raste të tjera. Prandaj është më rëndësishme që ta kuptojmë drejt këtë emër, por nuk mund ta kuptojmë drejt nëse nuk i referohemi rregullave që i kanë përdorur ehli sunetin në kuptimin e emrave dhe cilësive të Allahut azza wa jall. Nuk mund ta kuptojmë asnjëherë asnjë emër të Allahut xhallahu ala nëse sikur që kemi përmendur tentojmë këtë ta bëjmë përmes asaj që ne e njohim nga bota që na rrethon. Nga se Allahu te baraka ve taala është jashtë asaj që ne e kuptojmë përmes shqisave dhe arsyeve dhe logjikave tona. Prandaj kuptimi i emrit të Allahut El-Qarib nuk bie ndesh edhe me atë që ja kemi pohuar Allahut azza wa jall në rrafshe tjera, sikur që është për shembull Allahu azza wa jall qëndron mbi arshin e tij, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, i gjithëmshirshëm i cili qëndron mbi arshin e tij. Andaj kuptimi i parë i këtij emri është se Allahu është afër robëve të tij, por afërsia e tij me robët e tij nuk nënkupton largimin e tij nga arshi, nuk nënkupton largimin e tij nga lartësia dhe nga madhërimi i Allahut te baraka ve taala. Sa për të sjellë një shembull konkret këtë drejtim, ne nuk mundemi gjëra që i prekim, nuk mundemi gjëra që i njohim, t'i krahasojmë dhe me to të tentojmë të kuptojmë gjëra që nuk i prekim dhe nuk i shohim. Për çfarë arsye? Nga se në botën e gajbit gjërat funksionojnë ndryshe, me rregulla tjera, jo sipas rregullave tona që Allahu xhallahu ala ka bërë të funksionon kjo botë që ne e shohim dhe e prekim. Shembull konkret. Ne dim se i autorizuar për marrjen e shpirtave është melekul mauti, meleku i vdekjes. Apo dhe asnjë shpirt nuk vdes dhe nuk del nga trupi pa marrjen e melekul mautit. Nuk ka 10 apo 100 melekul maut. Një është. Ai mund të kenë ndihmësat e tij për gjëra të caktuara, mirë po. Procesin e marrjes së shpirtit drejt për drejt e mbikëqyr melekul mauti. Dhe ndodh që një njeri të vdes në njëjtën kohë në vendin ton, por një tjetër të vdes në njëjtën kohë, ndoshta me mijëra kilometra larg prej neve. Apo dhe gjitha këto të jenë afër për melekul mautin. Nga se afërsia tek ne kuptohet afërsi vendore ose afërsi kohore. Ndërsa jashtë botës tonë, në botën e gajbit, koha dhe vendi nuk kanë rëndësi të posaçme. Nuk kanë energji të madhe. Për këtë arsye, për shembull, njeriu në bazë të shkafit e përcakton afërsinë me dikën në bazë të shqisave të tij. Për shembull, qysh themi ne se filon e kam afër, në qoftë se për shembull ndëgjoj çka flet ai. Në qoftë se ti për shembull ndëgjon çka flet fëmiu yt, ose ndëgjon çka flet ndoshta një grup njerëzish që kanë qenë afër teje. Dhe ti thua i kom pas afër se i ndëgjova. Do afërsinë e lidh me ndëgjimin tënd. Apo afërsinë me ta e lidh në bazë të ndëgjimit tënd. Apo thua i kam pas afër, i kam pa krejt çfarë kam bërë. Prandaj afërsia përcaktohet në bazë të aftësisë së shqisave për të përthekuar çfarë po ndodh, qoftë në dëgjimin apo qoftë në shikimin. Dhe sa më tepër përfshin dëgjimi jon, dhe sa më tepër përfshin shikimi jon, apo aq më rrethi i gjatë bëhet i të qenit i afërt. Në qoftë se për shembull dikush pyet, a mund të më pa çfarë bën te filoni, jo se e kisha larg. Apo andaj dalja nga shqisa e shikuarit e bën dikën larg dhe të përfshirit e dikujt në shqisën e të pamërt e bën të afërt. Prandaj ne e përcaktojmë afërsinë dhe largësinë me shqisat tona të dëgjuarit dhe të pamërit. E ne gjithë e dim
se shqisat tona të pamërit dhe shqisat tona të dëgjuarit janë të kufizuara. Për shembull, janë të kufizuara edhe në kohë, edhe në vend, edhe janë të kufizuara në mundësi. Për shembull, nuk mund, unë e di që në të pjesën të murit ka njerëz, po nuk isha. Nuk isha as nuk i ndëgjej, nga se jam i kufizuar në shikim dhe në të pamur. Gjithashtu njeriu është i kufizuar në afërsi dhe lartësi në bazë të lëvizjes. Apo në qoftë se për shembull ti arrin te një vend për 2 minuta, kjo sipas kuptimit tonë është afër. Po nëse arrin diku për 20 orë, larg është, se është 20 orë. Apo andaj ajo që përcaktojnë largësinë dhe afërsinë tek ne është mundësia për të arritur më shpejt apo më ngadalë. Gjitha këto kushtëzime që ne i kemi, apo për ta kuptuar diç afër apo larg, nuk i ka melekul mauti. Dhe shumë thjesht Allahu xhalla xhelalu e ka kursy melekul mautin nga gjitha këto kufizime. Për shembull, për melekul mautin, për një krijesë të Allahu xhallahu ala, për atë që është i autorizuar për të marrë shpirtat, po nuk është faktori vendor, as hapsinor, as dëgjimor, as pamor, nuk është vendimtar për përcaktuar afërsinë apo lartësinë. Ka mundësi që Allahu xhallahu ala të gjitha këta kufi ja ka thy melekul mautit, edhe çdo gjë në këtë botë për të është e afërt. E çysh kjo? Na nuk mund ta kuptojmë këtë. Dhe na nuk mund ta kuptojmë afërsinë e një krijese të Allahut, nuk mund ta kuptojmë me afërsinë e kësaj krijese me krijesa të tjera. Çysh ka mundësi me kon melekul mauti afër meje dhe afër atij që është mijëra kilometra larg meje, që ne diku marr shpirtin, unë nuk e kuptoj këtë. Po ne e besojmë. Prandaj nëse nuk mund të bëjmë një lloj krahasimi mes neve dhe një krijesë të ngjashme me neve, atë çfarë them për afërsinë e Allahu xhallahu ala? Që çdo gjë, qiejt dhe toka janë dorë në Allahu te bareka o taala. Allahu xhallahu ka mundësi ti afrohet robit e tij, ti të afër ti, apo duke mos u larguar nga arshi i tij. Nga njerë sikur që kemi përmend në hadithin e njohur të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu zbrat në qiellin e dunjas në pjesën e tretë të natës. Kjo zbritje disa njerëz e kanë kuptuar gabimisht, sikur se kemi thënë edhe në dersat e kaluara. Nuk mund ta kuptosh zbritjen e Allahu xhallahu ala përmes asaj që zbrat ti. Se lejse kemi thli shay, nuk është i ngjashëm me të askush. Na në qoftë se jemi në katën e 10, për me zbrit në katën e parë, çka kurzohet? Me kalut 9-ën, 8-ën, 7-ën, 6-ën, 5, 4, 3, 2, tani zbret. Nuk mund me zbrit ndryshe. Apo nuk mund me dalë në katë parë, në çështë nuk i kalon gjitha këto. Nga se kjo për neve zbritje. Por nëse Allah zbret në qiellin e dunjas, nuk kupton se i cili është mbi arsh, mbi 7 qej, nuk kupton se kalon në katën e 6, e 5 larg asaj. Nëse Allah xhallahu nuk zbret në këtë mënyrë, dhe çdo tentativë kështu me e kuptuar është gabim. Nga se Allah xhallahu nuk është i ngjashëm me ta askush. Prandaj, cilësitë e Allah xhallahu ala ndëruar, nuk na i ka shpjeguar Allah xhallahu ala, nuk na ka dhënë mundësinë që ta njohim Allah xhallahu ala, e që kjo pastaj të na shkakton neve kokqarje, vezvese, probleme larg asaj. Por na ka mundsuar ta njohim Allah xhallahu ala, që kjo njohje ta ushqen zëm me madhrim dhe Allah xhallahu ala. Subhanallahu, zbrat në qiellin e dunjas, apo edhe mbetet në lartësitë e arshit, a kjo madhrim? Që kjo është madhrimi Allah xhallahu xhelaluhu. Prandaj nuk duhet të hym në detalet e mënyrës se si, por duhet ta kuptojmë sikur të ka Allah xhallahu xhelaluhu, dhe mos njohja është rahmet. Jo njohja. Nga se nuk mundemi ta perceptojmë. Prandaj Allah xhallahu ala, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo se vetëm nuri i tij, drita e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se do largoj perdeja, do të digjte çdo gjë që ka para vetë. Prandaj është rahmet që na nuk kemi mundësi me pa dritën e Zotit xhallahu xhelaluhu. Për shkak se do të digjë çdo gjë. Edhe është rahmet që ne nuk kemi mundësi të kuptojmë çdo gjë sikur se kemi thënë, për shkak se Allah i ka mshif për neve, rahmet për neve. Prandaj edhe mënyra ekziston mënyra, po, nga se ka një mënyrë, po ne nuk e kuptojmë atë mënyrë. Dhe nuk duhet ta kurzojmë mënyrën tonë me mënyrën që zbret Allahu xhallahu ala. Prandaj ai ka mundësi me qenë afër këtij, edhe afër atij, dhe të mbetet mbi arshin e tij. E si ndodh kjo? Kjo është një rëndësi për neve si. Prandaj afërsia e Allahu xhallahu ala duhet kuptohet fillimisht afërsi e Allahu te barekote me krijesën e tij, në kuptimin që do ta cekim. Mirë, po kjo afërsi absolutisht nuk duhet që të kuptohet se afërsia e Allahut azza xal nën kupton të larguarit e tij për dikujt.
Sikurse na, unë nëse i afrojmë këtij, domosdoshmërisht, për atë se i afrojmë këtij jam larguar këtij. Pra nuk duhet shumë të kuptohet afrimi i Allahut. Na veç përdorojmë këtë shprehje, afërsia e Allahut, Allah është i afërt, për të kuptuar dallimin mes afërsisë dhe dëgjimit. Se nuk ka dëgjimi afërsia. Se s'kemi tjera shprehje. Përndryshe, nuk mund të kuptojmë në rrafshin tonë njerëzor. Prandaj kuptimi i parë i emrit Allahut El-Qarib është që ai është i afër me krijesat e tij dhe afërsia e tij me krijesat nuk kupton të larguarit e tipit diçka tjetër. Por ai mbetet i afërt, mbetet mbi arshin e tij, mbetet Allahu te bareka mbi në lartësitë e tij, edhe pse i afrohet robëve të tij apo. Kjo është kuptimi i parë i emrit El-Qarib që duhet ta kemi parasysh. Kuptimi i dytë është se Allahu xhalla xhelalu kur e ka përmend emrin e tij El-Qarib, e ka përmend në kuadër të një thirrjeje, të një adhurimi që ja ka jap kuptimin këtij emri. O idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin ty rob të mi për mua, apo unë jam afër. E pyetja këto çfarë kuptimi ka? Lutja. Lutja, duaja. Qase fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i. I përgjigjem lutjes atij që më thret. Andaj Allahu te bareka ve taala është afër, kuptimi i kësaj afërsie është i përgjigjet shpejt lutjes atij që thret. Nuk është larg. Nuk është larg me përgjigjen e tij ndaj kërkesave të robëve të tij. Dhe është afër sikurse e ka përmend Allahu xhallahu ve në Kur'an. Apo ku na thret që të kërkojmë falje tek Allahu, të pendohemi tek Ai, dhe këtë thirrje që të pendohemi tek Allah, të themi tek Ai ka përfunduar me inna rabbi qaribun mujib. Ka thënë Zoti im është afër. Prandaj është afër atij që pendohet. Çfarë nuk kupton me shpejtësinë më të madhe që ne mund ta kuptojmë, i përgjigjet kërkesa atij që do të pendohet tek Allah xhallahu ala. Sot për shembull nëse një njeri don që të kërkon falje prej dikujt, ka procedura. Duhet ta mënu mirë një herë, a më fal apo s'më fal. Duhet më shikoj anash pasojat e kësaj fale, mos po dëmtohemi në këtë fale apo nuk po dëmtohemi. Apo në këtë fale ne apo në interes apo jo. Ka procedura, ka kohë. Nuk mundi kur të ta fal ti në moment. S'po flas për gabimet e vogla, por gabimet që të mëdha kanë shkaktuar pasoja, ka procedurë me ta fal. Nga njëra domthonë edhe kalon me vite dhe nuk përmbyllet procesi i falës si duhet. Nëse Allah xhallahu ala nuk i duhet me u konsultu me asken, nuk i duhet me shiku pasojat kërkon, nuk i duhet me shiku sa mos po largon interes apo qarib. Kuptimi i qarib është se Allah xhallahu ala i përgjigjet me shpejtësi, me procedurë të përshpejtuara, apo kërkesë së robit për falje dhe për pendim tek Zoti xhallahu xhelaluhu. Gjithashtu për kuptimin e emrit Allahut El-Qarib është se është afër robit të tij që t'i ndihmon dhe ta përkra. Sikur se ka ardhur në surën Tauba, në rastin kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam është fshehur në shpellë së bashku me Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu, dhe normalisht i kanë pas afër mushrikin, saqë Abu Bekri ka dëgjuar dhe ka parë këmbët e tyre dhe ka thënë nëse ndokush shikon do të na shihte. Atëherë ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, çfarë ta mërmend, ma dhan nuk e bithneni Allahu thalithuhuma. Çfarë ta mërmend për dy vetë që Allahu është i treti i tyre, është afër me ta. Në këtë rast kjo afërsia Allahut azh është afërsia ndihmës dhe përkrahjes. Që Allahu xhallahu ala është më afër me ndihmu neve se që këta janë afër me dëmtu neve. Dhe pse këta kemi shumë afër, Allahu xhallahu është mbi arshin e tij, por ai është më afër neve që na ndihmon dhe të na përkra dhe të na shpëton se që këta i kemi afër që të na dëmtojnë dhe robnojnë atë. Kur jemi tek emri Allahut El-Qarib, duhet ta bëjmë edhe një sqarim pas këtyre kuptimeve që i përmendëm, se disa prej dietarëve e kanë përmend një ndarje të kësaj afërsie. E disa prej dietarëve tjerë nuk e kanë pranuar këtë ndarje. Pse po e përmendni këtë? Jo që të futemi, se dini zakonisht në ligjëratat tonë nuk futemi në debatet e ulemave në këtë çështje, që mos ta ngarkojmë kokën tonë me polemikat që i takojnë natyrave tjera dhe kategorive tjera të njerëzve jo neve. Por sa për një sqarim që ta kemi parasysh për të ardhmen. Disa dietar kanë se El-Qarib
emri Allahut El Qarib ndahet në dy kuptime. Afërsi e përgjithshme dhe afërsi e përvetshme. Çfarë nën kupton afërsi e përgjithshme dhe çfarë nën kupton afërsi e përvetshme? Afërsi e përgjithshme është se Allah është afër çdo kujt me ndëgjimin e tij dhe me shikimin e tij dhe me dijen e tij. Apo dëgjon çdo gjë, sheh çdo gjë, andaj të dëgjuarit e çdo gjëje, të pamërt e çdo gjëje, të ditur e çdo gjëje e bën Allahun të afër me çdo krijesë. Dhe kjo është e përgjithshme. Asnjë kategori e njerëzve nuk del jashtë saj. As besimtarët, as jo besimtarët, as burrat, as femrat, as triturit, as pleqt, as vetë, as kush. Të gjithë. Dhe kjo është afërsia përgjithshme. Përgjithshme i thonë qurbun am. Afërsia përgjithshme. Dhe ka afërsia përvetshme, inna Allahe qaribun minel muhsinin. Allahu është afër bamirësve. Apo wa idha sa'alaka ibadi, kur të pyesin robët e mi, këtu në një kategori të caktuar robë besimtarët, apo për mua un jam afër. Andaj është afërsia e përvetshme ku Allahu xhallahu ala në mënyrë të veçantë i afrohet kategorive të veçanta të njerëzve, për shkak të punëve të tyre të mira, për shkak të besimit të tyre, për shkak të ndonjë vepre të tyre, për shkak të ndonjë sakrificë të tyre, Allahu xhallahu ala u afrohet në mënyrë të posaçme, afrim që thash për përgjigje, për pendim, për ndihmë, për përkrahje e kështu me radhë, kuptimet e emrit Allahut El Qarib që ne i cekëm në fillim të kësaj ligjërate. Ndërsa disa ulema kanë thënë se emri Allahut El Qarib nuk i takon atyre që nuk kanë besuar dhe nuk bëjnë mirë. Ase Allahu xhalla xhelalu nuk u afrohet atyre. Dhe shërimi i tyre është i logjikshëm, edhe pse nuk bie ndesh me atë parën. Në çfarë kuptimi? Ata kanë thënë se Allahu xhalla xhelalu, nëse themi se është afër, Allahu xhalla me dijen e tij dhe me dëgjimin e tij dhe me të pamërt me tjerë krijesa, atë ne s'kemi bu kurrë tjetër, vetë se kemi komentuar që e dim. Apo se El Qarib s'na ka pru kuptim të ri. Për shkak se na ekziston kuptimi se Allahu sheh çdo gjë, apo te na ekziston bindja se Allahu dëgjon çdo gjë, ekziston kjo. Anë nuk ka nevojë me përsërit ose me ripërsërit këtë dije edhe me një emër tjetër që kurrë të ris po na bën. Prandaj mbetet që Allahu xhalla ti t'i afër me dikën, nga sa ata thonë, në qoftë se për shembull në rastin e hijretit, si e ceka. Shikoni këtë trajtim sot holl të ulemave ato. Ka thënë në qoftë se në rastin e hijretit e kemi pas dy palë. Apo njëra palë duke ndjekur dikën dhe tjetra palë duke ikur nga pala që po e ndjek. Dhe këto dy palë kanë qenë shumë afër njëra tjetrës në momente të caktuara. Apo dhe i dërguari sallallahu alajhi wasallam si palë e ndjekur në këtë rast, po e qetëson dhe po e ngushëllon shokun e tij me afërsi të posaçme të Allahut, afërsi e cila e mbron nga afërsia e Kurajshve. A keni është e qartë? Apo atëherë nëse Allah është afër dy palëve, çfarë përparësie ka të qenë të afërt me pejgamberin e son, ndaj të qenë të afërt me Kurajsht e Mekës? S'ka kuptim. Prandaj fakti që janë dëgjon, fakti që i sheh Kurajsht ka të bëjë me emrin e Allahut Es-Sami dhe El-Basir. Mirë, po El Qarib i afërt në kuptimin që i takon Allahut, që na nuk e dim se në këtë kuptim nuk i takon përveç besimtarëve atë. Dhe nuk mund të jetë afër pa besimtarëve. Nuk mund të jetë afër mëkatarëve. Nuk mund të jetë afër atyre që i bën Allahut mëkat. Është afër një kategori të posaçme të njerëzve që Allahut ata i bëjnë ibadet. Allahun e besojnë. Është afër atyre që afrohen tek Allahu azza wa jalla. Nëse nuk është afër atyre që largohen pe Allahu xhela xhelaluhu. Asa edhe këtë kanë fuqizuar me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është hadith kutsi, apo ku ka thënë Allah azhjel, në qoftë se robi më afrohet mua, apo një plumb i afrohem një lër, një bryl, apo andaj ka përmend një lloj bashkëveprimi në afrim. Ti më afrohesh mua pak, unë të afrohem ty shumë. Ndërsa kësi lloj afrimi nuk është përmend se ndodh edhe përballë kategorive të tjera të njerëzve, përveç kategorisë së posaçme që janë besimtarët e devotshëm, ata që bëjnë punë të mira. Prandaj ky sqarim jep me kuptues se emri El Qarib
më tepër ka kuptim të posaçëm të veçantë të një afrimi të Allahut Azza wa Jall ndaj krijesave të caktuara në mënyrë të caktuar, sikurse Allah e din, se që ka kuptim të përgjithshëm, apo që duhet pastaj detyrimisht ta komentojmë në njërin e kuptimit të emrave të tjerë të Allahut, sikurse është dëgjimi, shikimi e kështu me radhë. Pra El Qarib e jap një farllë veçorie, një farllë veçantie, apo për një kategori të posaçme të robëve të tij, dhe kjo është ajo që mendoj këtë emër e bën interesant për neve. Më shumë se sa nëse duhet ta komentojmë detyrimisht përmes ndonjë emri tjetër të Allahut xhelalu ala, sikur Es-Semi dhe El-Qarib, se s'ka kuptim tjetër. Qysh kimë thonë është i afërt me pabesimtarin? Nuk mundesh. Nuk ke çfarë kuptimi ia dhon, përveç se nëse e komenton me dijen e tij, me atë ky komentim ansor e hub vlerën e këtij emri, kuptimin e veçorisë së tij ndaj emrave të tjera. Nëse themi është afër me besimtarin, afërsi që e din Allahu çysh apo. Nga se thash fillim, ka mundësi t'ia afrohet këtij dhe atij dhe të mbetet mbi ash. E çysh ndodh kjo? Kjo çysh do të harrohet për neve apo. Sa të thosën për Allahun xhallahu ala, sikur se ka thënë Imam Maliku rahimullah, wal kayfu majhul. Mënyra se si është për neve tërësisht e panjohur. Çdo tentativë për ta zbuluar mënyrën do të na çon dështim. S'kena mundësi me ditë. Nga se unë sjell në shemb na nuk dim të shërojmë afërsinë e melekut ndaj dy njerëzve që dinë ku janë më shpirt. Na s'dim. Nga se na e kurzojmë afërsinë me kohë dhe me vend. Si nuk na qet mirë koha dhe vendi, nëse kuptojmë që ky afër është për shembull 200 kilometra larg. Çuçi bën kjo? Pse? Se na kurzojnë afërsinë me kilometra. E çka të mëron, a ka mundsi Allahu xhallahu ala dikujt ja ka 1 kilometër, s'ka kilometra. Çuç mor ata pa kilometra? Po çka ka mundsi? Për mëne kur më vjen s'ka kilometra. Por neve për shembull, shpejtësia e lëvizjes është e kufizuar. Apo është e kufizuar. Nuk mund me shku 100 km/h, s'mundesh. Ose pa mund në koma, mundesh me jetë. Kjo është e pa mundshme. A ka mundsi dikujt Allahu xhallahu ala se diçka është neve që na pengon këtë drejtim? Pse? Pse në momentin kur të hyj ti në kerr, mund të shku 100 km/h. Prandaj ti vetë s'mundesh e me kerr mundesh. Don ka një pajisje që Allah ta ka mundsuar me zbulu, që e thën këtë mundsi, këtë kufi, që të sunë e thën kom, e thën me një pajisje. E ndoshta më në kulmon ti si duhet pajisja hiç. Allah xhelon në esencë e ka instalu, sikur neve në kom. A ecëm na më shpejt se po preci? Po. Pse neve ka pa Allah mundsi më më shpejt ai. Apo neve na duhet një pajisje mund gjit nalt. Pa të asun gjitemi nalt. Se ne ka kufizuar Allah xhelon në lëvizje. A ka mundsi me egzu një krijesë Allah xhallahu ala që këtu kufizime Allah ka e kanë ti ski këtu kufizime, hiçi. Ti mund të lëviz pa kilometra, nuk të punon ajo e kilometra. Ti lëviz Allah alem sa shpejtësia e melekul maut. Allah din. Në çfarë shpejtësia ai ka mundsi që me një shpërthim, me një tërmet të merr jetat e 1000 njerëzve, na nuk e dim ç'u ndodh kjo. Në njëjtën kohë, i njëjti melek, pa ndihmën e askujt apo. Kjo është që Allah ja ka mundsuar. Prandaj thash afërsia Allah xhallahu ala nuk duhet na shkaktoj probleme që ne ja shkaktojmë vetes tonë me si, por duhet që të ushqen zemrën tonë me madhrimin e Allah xhallahu ala, se çfarë sot dopt jem ne jam. Shikoj se të kufizuam jem ne, apo që nuk mundemi ne pa Allahun te bareke ve taala. Prandaj kjo është një farë afërsie e posaçme që Allah i afrohet robëve të posaçëm të tij për shkak të veprave të posaçme të tyre. Me këtë që përmenda, besoj që qartësohet emri Allahut El Qarib me kuptime të përparshme dhe me ndarjen e disa ulemave. Prej dobive të këtij emri apo pika e radhës që zakonisht e kemi, ndikimi i këtij emri në përditshme. Ne e kuptojmë po Allahu që ka afër, e kuptojmë si që ka afër, kuptojmë ndaj kujt që ka afër, mirë po çfarë duhet të bën kjo njohje në jetën time? Çfarë ndryshimi duhet të bën njohja e këtij emri në jetën time? E para vëndruar që duhet ta kuptojmë është se ta kuptojmë mirësinë e madhe të Allahut, se kur kam në Allahun El Qarib, i afërti, apo do të thonë Allahu xhallahu ala neve krijesave të dobta, neve krijesave që jemi do të thonë të varuna, neve krijesave që ne asgjë nuk mund t'i japim Allahu xhallahu ala dhe që jemi do të thonë të dopt në çdo aspekt, neve Allahu na ka qenë mundësinë që atij t'i afrohemi atë. Dhe kjo është begatia më e madhe që Allahu na ka dhënë atë. Na ka mundsuar që atij t'i afrohemi.
Prandaj çka i mbetet robët mas kësaj, përveç se të interesohet e me çka për t'i afrohemi. Çka është brenga ime kryesore? Nga se Allahu xhallahu ala e ka hap mundësi për t'u afruar. E ka hap mundësinë që të jetë i afër me dikën. E që nuk është me të gjithë sikur se kuptuam. Është i afër me kategoritë posaçme, për shkak të veprave të posaçme. A nuk është tash për neve primare dhe kryesore që të interesohemi çka na afron te Zoti dhe çfarë na bën që të largohemi prej tij, që mos ta humbim këtë privilegj të afrimit. E që fatkeqësisht njerëzit sot gjatë ditës nuk janë të kujdesshëm se me çfarë fjalë afrohet e me çfarë fjalë largohet. Nuk janë të kujdesshëm me çfarë vepra afrohet e me çfarë vepra largohet, Allahu na ruaj. Kur është Allahu afër ti e ta shfrytëzon këtë afërsi, apo e kur Allahu xhallahu ala nuk është afër ti, e kur themi nuk është afër ti, nuk i bën se është larg prej ti, nga se afërsia dhe lartësia është te na, nuk është tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Me çka unë mundem me fitu afërsinë e Allahut azza xhel. Që kjo është ajo që duhet ta brengos robën apo. Nëse sot në jetën e përditshme njerëzit për shembull kanë një dashuri ndaj dikujt, kanë një simpati ndaj dikujt. Në momentin si dashurohet dikush ndikën, cila është hapi vijus me soi, me çka mundet më ofru më afër apo. Me ne sa më gjatë në afërsitë atij që e don apo. Mos mundo asnjëherë prej tij. Si ta ruan vetën e tij nga të larguarit prej tij apo. Nëse dikush e ka gjetë një punë të mirë, apo atëherë munduhet me rujt nga çdo aspekt që të jetë afër asaj pune, mos e të larg. Dhe munduhet të merr të gjitha sebepet e mundshme që ja garantojnë mbetjen në atë punë, afër asaj pune, jo të largohet. Andaj nëse Allahu xhallahu ala të ka punësu, po them kështu kushtimisht, apo në një meydan që aty i afër ti apo. Të ka dhënë besim, të ka dhënë iman, të ka mundsuar me punë të mira. Me këtë ta ka qel shtegun e të afruarit tek ai. Sa e ruajmë këtë shteg na? Sa është për neve ky shteg i shenjtë që nuk e humbim për asgjë. Dhe kujdesemi që gjithmonë të jemi në afrim te Allahu xhallahu ala e jo të largohemi prej tij. Andaj çfarë na afron tek Allahu azza wa jall? Dhe çfarë na largon prej tij? Kjo është kryesorja që duhet ta marrim nga emri Allahut El-Qarib. Edhe pse ka pasojë dobi tjera. Më së miri ndoshta që do ta sqaronte dhe do të jepte përgjigje kësaj pyetje çka na afron tek Allahu xhallahu ala është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Buhariu në sahihun e tij. E që është hadith kutsi, don fjalë e Allahut azza xal, që ka thënë Allahu te baraka ve taala se men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Allahu ka thënë kush më shqetëson të dashurin tim, unë ati i shpallë luftë. Kush është i dashur i Allahut azza xal? Dhe si afrohet robët e Allahu xhallahu ala, që ky hadith e seranat. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith kutsi që Allahu e ka thënë se robi im nuk afrohet tek unë me gjë më të dashur për mua se me atë që ja kam obliguar. Andaj afrimi tek Allahu xhallahu ala e pas ka një derë. Alhamdulillah. Allah e pas ka qenë një derë që ati t'i afrohemi. Nuk qenë kanë të gjitha dyrt dhe nuk janë të gjitha rrugët që na çojnë tek Allahu xhallahu ala. Një derë ka qenë veç. Ajo është dera që Allah i thot fi maftaratuhu alayh, atë që ka obligim. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Shikoj vetë ti kupton tash. Yataqarrabu ilayya. Dhe kështu vazhdon robin vazhdimsi të më afrohet mua bin nawafili me vepra vullnetare hatta uhibba, derisa të bëhet nga ata që unë i dua. Andaj këtu afërsia është afërsi e posaçme apo edhe përdesë është e posaçme edhe dashuria është e posaçme. Prandaj emri Allahut El-Qarib të hap shpresa për t'u ofruar Allahut azza xal. Apo ndërsa afrimet ndaj Allahut xhallahu ala të hap derën që Allah më dashur. Kjo është dobia më e madhe e emrit Allahut El-Qarib. A ka diçka për ty o robi i Allahut më interesant se Allah më dashur? A ka diçka për ty ma që të bëm përshtypje, se me fitu dashurinë e Zotit gjithësisë, diçka më interesant,
Po, Allah më dash mirë, po dhe keq. A themni kështu, apo s'ka asgjë mbi kët. Ai konkuron diç këtij qëllimi në jetën tonë. Duhet të hulumtojmë vetët tona ato. Nga se ndoshta teorikisht dhe gojarisht nuk i konkuron asgjë këtij qëllimi. Ne themi veç Allah më na dash, ne kështu themi. Por a është kjo realisht në praktikën tonë këtë duhet çdo kush ta shikon? A është për ty më e rëndësishme të mbetesh në afërsi të Allahut apo të mbetesh në afërsi të ndonjë tjetër? Shikoje veten tënde. Prandaj Allahu xhallahu ala kur ka përmend si të robët i të mirë ndëruar, ka thonë në surën Sejdë, kur ka përmend si të robët i të mirë, ka përmend se këta tatajafa junubuhum anil madaji'i. Këta njerëz çka bujnë? Përkundër shtratit të nxehtë, përkundër komoditetit, përkundër kënaqësisë së gjumit, përkundër të gjitha kënaqësive tjera, tatajafa junubuhum. Trupat e tyre largohen nga gjitha këto që i kanë të afërta, e ka afër apo mbulesën, e ka afër edhe burrin ose gruan, afër veti, e ka afër gjumin, e ka afër pushimin, të gjitha këtyre afërsive apo ju shmangët, ju largohet për çfarë arsye? Që t'i afrohet Allahut namazin natës atë. Prandaj këta që të gjitha afërsive tjera ju shmangën, ju largohen, që të mbeten të afërt me Allahun, Allahu për shta thot, nuk din ju që ka ndin ata nga kënaqësia e madhe këtij adhurimi atë. Që Allahu është problem për këtë afërsi që na ofruar Allahu xhallahu ala. Kur është kënaqësia e gjumit, as nuk është kënaqësia asnjë epshi, e nuk është kënaqësia asnjë komoditet rahatie, çka është kënaqësia kur gjitha këto praktikën që Allahu t'i afrosh atë. Qase Allahu ka wala ta'lamu nafsun, nuk mund me parmenu asnjë nefs, asnjë shpirt, asnjë njeri. Çka është fsheh atyre, pi dhuratave të kësaj kënaqësie që Allahu ajam këtë botë edhe botën tjetër. Pa besimtarin kjo është më e madhe. Si t'i afrojmë Allahut azza xal. E kjo është rruga. Rruga është në këtë hadith. Që Allahu xhallahu ka përmend në këtë hadith dy faza kryesore. E para, fi ma aftaratu alej. Allahu nderuar. Rruga e vetme që Allahu t'i afrosh është t'i krysh obligimin ndaj tij që i ke. Obligimet e Allahut çfarë nën kuptojnë? Obligimet e Allahut nën kuptojnë me kry urdhnat e tij dhe më largu nga ndaluara. A e din çka të ka obliguar Allahu me gjuhën tënde me thon? Dhe a e din çka të ka ndaluar Allahu me gjuhën tënde me fol? A e din çka të ka obliguar Allahu me zemrën tënde? Zemra jote që brendin tënde është ka obligimin ndaj Zotit. A e din ti këto obligime që duhesh me kry ndaj Allahut? Andaj këto është ajo që duhet ne të fokusohemi kur themi se nuk duhet besimtarit mjaftohet me të njashtën e tij, si po duket në mjekrën e tij, e si po duket në formën e tij, edhe pse kjo është pjesë e vazhdueshme, madje vjen kjo. Esenca është ta rregullosh zemrën tënde. S'ka kuptim pamja jashtme, nëse zemra nuk din në Allahun më mbështet si duhet, që zemra nuk din me shpesu në Allahun që duhet, që zemra nuk din me pas mendim mirë për Allahun si duhet. Çfarë kuptimi ka pjesa jashtme? Që sa obligimi su kry. Ne kemi obligim me zemrën e Allahut, ne kemi obligim me gjuhën e Allahut, ne kemi obligim me gjymtyrën e Allahut. Kjo është më e mira metodë e mundshme dhe e vetmja metodë për t'u ofruar Allahut azza xhala. Pa ne obligojmë që të rishikojmë afrimin tonë tek Allahu me obligimet. Sikur që ka thonë Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ka thonë kë e pengojnë nafilet nga kryerja e obligimeve është i mashtruar. Kënjë është i mashtruar. Ai që është habit mas gjëra vullnetare, nafileve dhe duke u kujdes për to, hub farzat, ky është njëri i mashtruar, magrur. Ky ka mashtrim. Ndërsa ka thonë kë e pengojnë farzat nga shtimi i nafileve është i arsyetuar, fa huwa ma'dhur. Është i arsyetuar se është preokupuar ato që është më e madhe. Për këtë arsye, duhet të njohim farzat e Allahut azza xal, të njohim obligimet që Allah na ka obliguar me to. Ato të kryjm. Kjo është e para. E dyta vëzëruar, ato që ne i themi nafile. Ato nuk bën më në vlerësu, dikur thot, çto nafile e vazhdoi rrugën drejt me adhurat Allahut. Shikoj Allahu s'ka thonë në këtë hadith kutsi kush më afrohet me nafile, kush më afrohet me farze e dua. Ja. Ka thonë robi më afrohet me farze.
e vazhdon të më afrohet me nafile derisa e du. Prandaj ajo që jep kuptim farzave është nafilja. Mirë, po para se me qenë një sen nafile, kush e ka bën këtë vepër nafile? Kush e ka bën këtë vepër nafile? E ka bën farzi. Mos me kon që ky farz, ai shkon kë nafile? Mos me kon namazi drekës farzi. A kish pas 4 sunet para drekës? Jo, s'kish pas kuptim të 4 para çka? Ato që ka jep fuqi 4 rekate para drekës, që ka bën sunet nafile, është farzi. Pse kemi farz, tani kemi nafile. Mos e pas farz, as nafile s'ka. S'ka kuptim me pas nafile. Mos e pas namaz, a kish pas abdes? Ja, s'kish pas. Nga se aja që ka bën abdes në namazi. Mos me kon namazi, s'kish me qenë, absolutisht nuk ish me qenë abdesja. Edhe mos me kon Ramazani, a kish me qenë agjërimi i Shevalit diçka? Kur fa kuptimi s'ka. Se fuqi i Shevalit i jep Ramazani. Mos me kon Ramazani, a da dhe plotën e ma kanë, kur se ka agjëru Ramazanin, s'ka që një në Shevali, Allah. Në njëri s'ka agjëru Ramazanin, që parë syje kalon. E tani, në Sheval, hëtë do Allah, që të bile gjash me gjënë, s'ka kuptim. S'ka kuptim se kuptimi i Shevalit e merë pej farzët. Prandaj, njoja farzëve, njoja obligimeve, është primare për ata që dujnë t'i afrojnë Allah të Azogjel. është elementare, është themelore, e pa në shkalushme, është ta njojmë çfarë i obligohemi Allah të Azogjel nga veprat e caktuara. Dhe këto vepra që i obligojmë Allah xhallahu ala nuk janë vetëm të një fushë, nuk janë vetëm të një dimensioni, nuk janë vetëm të një aspekti i caktuar, sikurse për shembull aspekti i jashtëm. Ja, po janë të gjuhës, janë të zemrës, edhe janë të gjymtyrëve, komplet. Prandaj sot për shembull pak flitet për obligimet e zemrës. Apo pak flitet për obligimet e zemrës dhe Allahut, nëse zemra është organi kryesor në krejt proces në adhurimin dhe Allah xhallahu xhelaluhu. Në krejt. A ne duhet që të mirë me ato që është obligative. Na duhet të dim për shembull prej veprat e zemrës që janë obligative, vajib janë, obligim janë. Veprat e zemrës që janë obligim është frika ndaj Allahut azza wa jalla. Bërë që ki, nëse ki frikën gjunabën, e mirë, prej ku fillon frika ndaj Allahut dhe ku është ai limiti, apo që me kaq frikë të grumbulluar në zemrën time, e kam kry obligimin e frikës ndaj Allahut azza wa jalla. Ose shpresa në Allahun xhallahu ala, ose në mbështetjen në Allahun azza wa jalla, ose mendimi për Allahun azza wa jalla, ose zbrazja e zemrës, edhe kjo është obligim, nga hasedi, zbrazja e zemrës nga urrëtia, zbrazja e zemrës nga mendimi i keq, edhe kjo është obligative. Prandaj, çfarë kuptimi ka njëri për shembull që bën tasbih Allahun azza wa jalla, ose e bën dhikrën e sabahit të akşamit që është sunet, nuk është obligativ. S'u themi. Nuk ka argument se dhikri i sabahit është obligativ. Është sunet. Çfarë kuptimi ka të jemi shumë të disiplinuar në dhikrën e sabahit të akşamit, ndërsa hala pa përfunduar mirë e përgojën e dikën, e që është haram me përgoju. Ne duhet të mësojmë që në jetën tonë ta kthejmë rregullin që ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me rregull. Jo të kemi jetë kaotike, kaos. Obligimet i kalon që 10 vjet e me nafile kështu me na nxirr syt apo. Kjo nuk është kjo mentaliteti i besimtarit. Por nuk ka nënën tjetër apo nuk ka mundësi të kemi farze kualitative pa i plotësuar me nafile. Është e kërkuar mesatarja. Mesatarja është që të fillojmë rrugën me farze e ta plotësojmë me nafile. Nuk ka rrugë të plotësuar me nafile pa farze, por nuk ka me farze veç pa nafile. Nga se nuk ka mundësi me pas farze pa nafile. Nëse Allah xhallahu kështu i ka bërë topën. Në një cili nuk ka nafile, e ka rreziku farzën duke vendosur në saft parë. Na duhet farzën me rrit më mrapa. Që shejtani nëse godet me na godit nafilen. Apo mos më na prek farzën. Por ai që s'ka mbrojtje, s'ka nafile, drejt në farzë ja prek apo. E shejtani ku të prek, problemi është me i pështu pa e dëmtu dikun apo. Problemi është se na nuk mundemi të rezistojmë 100% goditjeve apo. Nuk mundemi.
Sa është pjesë lufte. Nuk ka luftë që dikush bën me dikën, edhe shkojnë luftë. 10 vjet ka luftu kur s'është gërvish. Ai s'ka shkën luftë, bro. A mund me sheton me luftu 24 orë mbrana ditës me luftu, edhe në fund që mu shajs më lën atë. Nuk mundesh. Po ai komo si të plaguos, komo të godet, po aty ke plaguos atë. Që kjo është lufta. Andaj mos i vendos farzat në rend të parë. Le të ketë nafile, qerul. Nëse goditet nafila, farz le të mbrojtur. Prandaj kjo është mesatarja. Farze me nafile. E jo nafile pa farze, as farze pa nafile. Nëse këto dyja e plotësojnë njëra tjetrën. Por farzet ti njohim çdo rafsh. Çfarë i obligohemi Allahu xhallahu ala me zemrën tonë, çfarë i obligohemi Allahu azza xhel me gjuhën tonë, çfarë i obligohemi Allahu xhallahu ala me gjymtyrët tona, të insistojmë në fillimisht në njohjen e farzave. Pastaj të insistojmë në kryerjen e farzave, pastaj të insistojmë në cilëtetin e farzave e pastaj të shkojmë tek nafilet. Kjo është renditja e kërkuar atë. Kjo është renditja e kërkuar. Nuk është për shembull i mençur njeriu i cili e lodh vetën e tij me nafile e kur vjen ai farzën e kryen, mirë po ka shku cilëteti, nga se është lodhja, është raskapitja, është më radh. Kjo s'është e kërkuar, apo? Nuk është e kërkuar që njeri për shembull, edhe pse këtë nas ndodh, na të kursym pe kësaj, alhamdulillah, po helbet me bu muhabit dikush bile me ditë si rregull, apo? Që dikush mu fal gjithë natën nafile, e të namaz të farzit sabat me nxon xhumi apo. Jo s'na ndodh neve. Na ndodh më fal me flet sabah, su flet sa duhet natën, po më nëj pi orëve të shumta që flajm. Mirë po, nuk është për shembull e arsyeshme që me e rreziku cilëtetin e farzit për shkak të recateve nafile që mund t'i bëjmë natën. Po duhet të bashkojmë mes të dyja apo. Po ka njëri është pjesë në betejës e lodhet e kështu me radhë, kjo më kon luftë që njëri e përmirëson vendin e tij diçka tjetër. Por jo që të jetë kjo gjë e vazhdueshme apo të jetë gjë po më nga njerë e jashtëzakonshme, jo në rrugën e përmirësimit, po i ka qelluar që është puna, e tani tu marr me nafile e kanë dhënë gjumi u ik namaz sabahit apo. Mos llogarit natë që e fal, gjithë natën të ka ik namaz sabahit pastaj apo. Nëse më mirë me flet e me fal sabahin me vakt, sesa më fal gjithë natën me flet me sabahit, tani më fal mas lindilli apo. E nëse nuk bën me fal sabahin mas lindilli, apo nuk bën më angazhu me nafile, gjithë të rrezikon sabahin, atë me çka tjetër bën më angazhu me tik sabahin? Me kurrë tjetër. Me çka? Nuk bën Kur'an me lexuar natën. Në qoftë se lodhesh shumë me tik sabaj, flaj. S'bën. Nëse Kur'an s'bën, e çka bën tjetër? Muhabet me bën me najt? Sigur di njerëz me najt deri vonë dikur, kur bën flaj tani iku sabaj, as me vakt, as në xhamat, as kur hiç atë. Kjo nuk ka rruga e afrimit tek Allahu xhela xhelalu. Rruga e afrimit tek ai është kryerja e farës si duhet, e pastaj plotësimi i kësaj me nafile. Edhe pse për këtë kemi çfarë të shtojmë ende për do gjëra tjera, por pjesën e parë të kësaj legjende po e përfundojmë këtu e pastaj sikurse e keni njohur vazhdojmë edhe pjesën e dytë me lejen e Allahut azh. Allahu shpëlbej për mendjen, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.